momente psikologjike të rëndura për shkak të kalvarit të çështjeve gjyqësore, të viteve kështu me radhë, që mbart kjo të gjithë dinamikës që ka kjo çështje, që ka pas ajo çështje gjyqësore dhe ka kryer aktin në këto kushte. Kështu që kjo është e para. E dyta është sepse në momentin që ti nuk e merr një vendim gjykate, nuk ka rëndësi se si e merr gjoj, e merr pozitiv apo negativ, në kohën që duhet ta marrësh, padyshim që krijon edhe të qytetarët një gjendje emocionale dhe një pasiguri nga pikpamja psikologjike. Dhe kjo është normale. Kjo është bërë jo vetëm për qytetarët, por bërë dhe për ne avokatët, stresin që heqim ne avokatët me qytetarët, të cilët ne mbartim edhe dhunën, po deshët juve kërcënimet, sepse çështjet gjyqësore shtyhen, zgjaten pafundësisht dhe jemi ne avokatët që përballemi fillimisht me këtë lloj me qasje në urrëtie ndaj qytetarëve, sepse mendojnë se ne kemi ne avokatët në dorë për të afruar datat e gjyqjeve, për të zgjidhur një problem gjyqësor kështu me radhë. Harrojnë që ne nuk jemi as gjyqtar as prokuror, ne jemi thjesht përfaqësues ligjor. Dhe kjo e ka bërë që qytetarët shqiptarë të mbasin besimin, të quajnë gjyqtarët sistemit të korruptuar, gjyqtarët të korruptuar, prokurorët të korruptuar, avokatët sekser, Avokat, ka bërë panorama e drejtësisë shqiptare është kjo. Ndërkohë, ka patur një ide vite më parë që magjistratët dhe avokatët kenë, po themi, të drejtën e mbajtjes armës për vetë mbrojtje. A mund të jetë një zgjidhje apo e sheh si ekstremitet dhe këtë? Ja, unë nuk e shikoj zgjidhje fare këtë, kjo është një idiotësi, sepse ne avokatët askush mua nuk më ndalon kush që unë të bëj të aplikoj për marrje arme. Po unë nuk shkoj në luftë, unë shkoj për zgjidhje procese gjyqësore. Arma duhet për ta mbajtur për shkon në luftë qoj. Ne vërtet kemi çantë, po kemi çantë me dosje dhe me kodin e procedurës dhe me civile që me radhë. Nuk e shkojmë në luftë. Absolutisht jo, unë jam kundër kësaj, sepse një moment është, varet si është, edhe mundet ta shkrepi atë armë, dhe kjo për mua është e papranueshme dhe kjo nuk duhet të diskutohet fare. Unë nuk besoj se shkojmë në luftë. Ne shkojmë për të zhvilluar proces gjyqësor dhe të japim drejt që gjykata të japin drejtësi dhe ne të bëjmë procedurën, avokatët dhe prokurorët të bëjnë procedurën ashtu siç e parashikon ligji dhe kushtetuta. Kjo është e tmerrshme kur e mendon që duhet të armatosen gjyqtarët, prokurorët dhe armatosen. Çfarë do bëj? Do bëj luftë sallë gjyqit? Po çfarë është ky mentalitet më? Po çfarë është kjo më? Kjo është e palogjishme kjo që thuhet. Unë mendoja zgjidhja dikush gjoj, ta them troç këtë gjë. Zgjidhjen e ka në dorë sot Parlamenti i Shqipërisë. Që të mblidhet sot brenda natës, ashtu siç mblidhen për të ndryshuar kushtetutën dhe kodin zgjedhor për çështjet e interesave të tyre partijake, të ndryshojë kushtetutën, që të bëjnë pjesë të sistemit të drejtësisë, të plotësojnë 200 apo 200 e sa vende vakante që janë sot në gjyqësor dhe në prokurori, me avokatë të cilët kanë një eksperiencë të caktuar nga 5 deri në 10 vite, dhe të bëjnë pjesë të sistemit të drejtësisë, jo vetëm magjistratët, sepse duhet kuptoni diçka. Nuk do të thotë që ti ke mbaruar shkollën e magjistraturës dhe je një gjyqtar i Zotit apo një prokuror i Zotit. Absolutisht jo. Vetëm avokatët që kanë një eksperiencë të caktuar mundet të japin sot, të rregullojnë sot sistemin e drejtësisë. Jo sepse unë jam avokat, unë s'kam këto ambicie fare, po fare. Problemi është që ne duhet sot të plotësojmë vendet në gjyqësor, e dini ju që ajo gjykata e apelit ajo gjykata e apelit të mësionit përgjithshëm është një gjykatë që nuk ka salla. Është një gjykatë që po bëj gjyqjen e Bodrume në Lagështi. E dini ju që ajo gjykatë sot duhet të ketë 78 gjyqtarë dhe ka 30, mos gaboj 35 apo 36, ka më pak nga gjysma. Dhe ajo gjykata atje, dhe sikur të kishte 78 gjyqtarë, ajo nuk plotson asnjë standard as kusht për të qenë gjykatë më. Ajo ka qenë një objekt zjarfiksesh. E dini ju çfarë ka qenë? Objekt zjarfikses. Është turpi i botës sot që një shtet të ketë një gjykatë të tillë më. Duhet të ketë gjykata minimumi, duhet të ketë standarde, por duhet të ketë dhomat e gjykimit, sallat e gjykimit. Ajo gjykata atje nuk plotson kushtet minimale. Dhe ato salla gjykimi që janë pa mjaftueshme fare, dhe ato janë si dhoma gjumi. Nuk rrin dot më shumë na 5 veta, na 5 qytetarë. Sallat e dini ju që duhet jenë të hapura për publikun, dhe mund të jenë edhe 5, edhe 10, edhe 20 qytetarë që duhet të jenë, sepse gjyqet ju e dini janë të hapura për qytetarë. Dhe ajo nuk plotson asnjë kusht më. Sot infrastruktura një gjykata nuk plotson asnjë kusht më. Po i thjeni është qarku dytë në Shqipëri,
më i madh i pas Tiranës dhe nuk ka gjykat. E dini që s'ka gjykat. Ka 24 gjyqtarë dhe ka 5 salla gjykimi. Nuk ka ambiente për qytetarët, nuk ka ambiente për avokatët. Çfarë? Avokatët duhet të rinë në shi, në borë, në breshën e të ftohtë, të presin orën e gjyqit që vonon dhe 2 orë më shumë nga orari përcaktuar. Dhe të gjithë kështu me radhë janë gjitha gjykatat e jurisdiksionit përgjithshëm shkallët para. Pra, sot, unë mendoja që të mblidheshin zoti sa dushi me të tjerë, të kërkoni qeverisë të shtonte numrin e gjyqtarëve me urgjencë, të rregullonte infrastrukturën në gjykata dhe të zgjeronte gjykatat më. Kjo është ajo, pra, të krijonte mundësinë qytetarëve të kishin akses në kohë dhe në aftësi për të marrë vendimet e tyre. Unë mendoja që ndryshohet ligji që mos të bëhen në gjyqje të dhomë në Këshillimit. E dini ju që bëhen gjyqje të dhomë Këshillimit, që qytetari nuk e di çfarë vetë dosjen e tij. Qytetari nuk dëgjohet. Është një drejt kushtetuese dhe një drejt që ta përcakton konventa. Palët në gjykim duhet të dëgjohen. Pra gjykata duhet të dëgjojë palët. Ndërkohë që sot me ndryshimet që kanë bërë këta në 2021-shin, në kodin e procedurës, mund të bëjë gjyqje të dhomë Këshillimi, po si mund të bëjë gjyqje të dhomë Këshillimi o gjoj? Kur ti nuk e dëgjon as palën as avokatin. Është të mëshme mor. Dhe akumulimi, kjo është ajo që ne kërkojmë, është minimumi ky, që palët të dëgjohen në një proces gjyqësor. Gjykata lartë është kthyer në gjykata inekzistente. Të gjitha çështjet i bën mospranim. Mospranim. Në 100 çështje, një mund të kalojë në përgjykim. Të gjitha 99 janë mospranim. Po pse kjo është gjykimi, këto janë gjykatat. Njeriu kur shkon, qytetari kur shkon, apo rekursi që bëhet gjykatë e lartë, bëhet që ti të marrësh një vendim profesional, që ajo çështja jote të shqyrtohet, ajo çështja jote të dëgjohet avokati. Dhe ti të marrësh një vendim që ta bindësh qytetarin, që ti e dëgjove qytetarin, që ti ke dhënë për qytetarin një vendim të drejtë. Jo më këty ti nuk di fare që ty të bëhet procesi gjyqësor dhe ku të vjen vendimi në shtëpi që u zhvillua seanca jote gjyqësore. Dhe normalisht që qytetari do akumulojë urrëtie. Këto janë problematikat sot. Sot në gjykatën e apelit Gjoj, që po flasim bashkë, unë këtë kërkoja nga sistemi gjyqësor, nuk kërkoja nga gjyqtarët që të mblidheshin dhe të forconin masat në gjykata. Sepse kish fajin detektori, ai kish fajin ai policia, ati është turpi botës ku shet gjan. Jo mor jo, faji sot e di ku është sepse sot gjykata e apelit ka 55.000 dosje për gjykim dhe po gjykohen çështje vitit 2017-2018. Të apeli i jurisdiksionit përgjithshëm, apeli administrativ, po gjykohen çështje vitit 2016. Ne jemi në vitin 2026. Gjykata e lartë po gjykon ka çështje akoma të vitit 2017-2018 për gjykim. Shkallët e para kanë 130.000 dosje të gjithë gjykatë shkallët e para, që presi vendim qytetarët, do 3-4 vite në gjykatë të shkallës parë të marrësh vendim. Këtë kërkojnë gjyqtarët, do nuk kërkonin masa në gjykatë. Të mund të çosh zot thatë gjykimi i politë o gjoj. Kupton ku është është të mëshme më kur e mendon. Dhe këta merren, jo kishte masa, jo s'kishte masa sigurie. Kjo është të rreqësh vëmendjen e tashme qytetarët. Okej.